të mos e rrezikoj shëndetin e vet apo të ati apo asaj që varet nga ti. Në këtë rast, gratë të cilat janë me barë, janë 7 zëna, ose që janë gjithënse, i ushqejnë fëmijët e tyre prej vetvetes së tyre, atëherë në këtë rast janë të liruara nga agjerimi, nëse agjerimi dëmton shëndetin e embrionit nëse është në kohën e shtatzanisë, apo të fëmijës nëse është në kohën e gjithënjes. Sepse këtu kam kuptuar që janë disa faza të shtatzanisë që nga njëherë agjerimi nuk e pengon as nënën as fëmijën, po në faza të caktuara e rrezikon seriozisht fëmijën. Në këtë rast, agjerimi për to është i lejuar që të prishet, por mundet me kaluar në fazat që me qenë të ndaluar. Unë kam pas rastin, kam hasë në një rast kur mjekja i thot një gruaje nuk ta hapi derën me dal prej ordinancës për e prish Ramazanin, sepse rrezikon fëmijën.